Në ditën ndërkombëtare të infermierëve, vëmendja shkon edhe tek ata profesionistë që prej dekadash janë në shërbim të pacientëve me përkushtim dhe humanizëm. Një prej tyre është edhe Majlinda Gjançi, krye infermiere në Spitalin Rajonal të Korçës, e cila prej 32 vitesh ushtron profesionin, pjesën më të madhe të kohës në pavionin e neurologjisë. Unë kam 32 vjet që punoj si infermiere. 10 vjet infermiere, 20 vjet kryefermiere në shërbimin e neurologjisë. Kam edhe eksperiencë dhe në pavionin e pathologjisë dhe në pavionin e infektivit. Por vitet më të shumta e kam në pavionin e neurologjisë, që është pavioni më i vështirë në të gjithë spitalin, për shkak të sëmundjeve që ne trajtojmë. Ajo tregon se profesioni i infermierit është i vështirë dhe kërkon sakrifica të mëdha, por për të mbetet mbi të gjitha një mision në shërbim të njerëzve. Ka të bëjë me jetën e pacientëve dhe është një mision i rëndësishëm dhe shumë i vlerësuar. Këtë gjë ne shikojmë tek familjarët, tek pacientët, kur ata ne na falenderojnë në lidhje me punën që bëjmë neve, mbeten të kënaqur. Për përkushtimin dhe kontributin e saj ndër vite, së fundmi Majlinda Gjançi është vlerësuar nga Urdhri i Infermierëve të Shqipërisë me certifikatën Infermieria më e mirë e vitit, një vlerësim për punën dhe sakrificat në shërbim të komunitetit. Titullin unë e vlerësoj, vërtet punojmë, por edhe të paktën na vlerësojnë për punën që bëjmë. Është një titull që unë ndjeva vërtet shumë mirë dhe unë ndjeva e vlerësuar. Në këtë ditë simbolike, ajo ka edhe një mesazh për infermierët e rinj, duke i ftuar ta ushtrojnë profesionin me dashuri, përgjegjësi dhe humanizëm. Duhet të sakrifikojnë, duhet të jenë të dashur dhe të dhëmshur me pacientin, domethënë ta përjetojnë sikur të kenë prindrit e tyre apo motrat apo vëllezërit e tyre. Dita ndërkombëtare e infermierëve shënohet çdo 12 maj, duke vlerësuar rolin e pazëvendësueshëm të infermierëve në sistemin shëndetësor.